plotësisht për zonë Trump për të bërë atë që dëshiron të bëjë, edhe si Kongresi Amerikan mos të ketë mbështetjen temi në lidhje me veprimet e tij. Përsisht ashtë një tjetër, ka mjaftueshëm mbështetjen, në fakt të tha aty shumë në studio, që lidhja marrëdhënia me Iranin është pak ndryshe me çdo gjë tjetër, dhe mënyra se si populli amerikan i qaset çështjes së Iranit, për arsye historike, zoti Nesha tha diçka të tillë, është e bën problemin e Iranit diçka ndryshe nga çdo gjë tjetër, para Irakun, Sirin apo në një vend tjetër në rajon apo në rreth përqar botës. Kështu që në këtë kontekst mendoj që zoti Trump nuk i ka duar lidhura, e ka si për të dëshiron të bëjë. Sigurisht në çdo gjë kur vjen lufta, të bën pastaj mjegullin e luftës, atë që fillon ndoshta nuk e mbaron dot. Iraku mundua për 8 vite ta bënte atë, që lufta nga 38 deri në 88, dhe në një farë mënyrë e bëri Irakun plotësisht të pamundur të vazhduar para pas së çelë pushtimit të Kuwaitit. Pra të gjitha këto për mua të paktën për të përmbledhur pak edhe lidhjen e pyetjen tuaj, hapësirat ekzistojnë, mundësia ekziston për Shtetet Bashkuara për të vepruar. Pyetja është se çfarë ndihmë të marrë zoti Trump, nëse vetë përqendruar në asgjësimin ose eliminimin e disa prej shenjestave temi që kanë të bëjnë me armët bërthamore, apo me përmbytjen e regjimit. Nëse është kjo e dyta, i lutem mos mendojmë që thjesht një thirrje nga presidenti Netanyahu mjafton, ose se me kaq mjaftojnë dhe ndërkombëtarët. Të jemi të qartë që në këto momente që flasim, jam sigurt që po organizohen forca kundër qeveritare, si djali i Shahut që jeton jashtë Iranit, ashtu si kurse forcat demokratike që ekzistojnë brenda Iranit. Të gjithë këto jam sigurt që janë duke përgatitur nga agjencitë ndryshme të inteligjencës ndërkombëtare, amerikane, angleze apo izraelese, për të krijuar kushtet e një përmbysje të regjimit iranian. Në qoftë se kjo ndodh, pra potenciali shkon drejt kësaj, a ka një rrezik të mundshëm edhe për bazat amerikane që janë pozicionuara në Bahrein dhe Katar? Sigurisht që po, nuk është vetëm aty, por sigurisht ka rrezikun edhe në Irak, ku Iraku tashmë qeveria është qeveri me kryesitë shiite, pra njëta fe dhe sekt sikurse në Iran, e mbështetur kryesisht nga Irani, është aleati i fundit do të thojë unë i mbetur i Iranit që me peshë ekonomike dhe me peshë ushtarake, dhe është për të parë. Mos harrojmë që në vitin 2003 kur Shtetet Bashkuara pushtuan Irakun, kishim pothuajse një situatë të ngjashme ku Irani u friksua, sepse dinte shumë mirë që i vinte rradha e tyre, dhe u dërgua një letër nga Ayatollah Khamenei në atë kohë, presidenti amerikan, duke e ftuar për edhe që gatshëm në fakt të pozullonte për te atyre që kishin pranuar në moment, edhe programin nuklear bërthamor iranian. Presidenti Bush Jr. në atë kohë nuk e pranoi atë ftesë, dhe pastaj filloi të minonte sistemin dhe qeverinë iraniane në Teheran. Po kur përgjigje, atëherë regjimi iranian filloi të minonte vazhdimërinë dhe qëndrueshmërinë e institucioneve që Shtetet Bashkuara kishin ndërtuar në Irak. Pra duke bërë punën më të vështirë në Irak që Shtetet Bashkuara, i bën që atë të ngjesë një moçal politik ushtarak dhe ekonomik. Në këtë kontekst atëherë pastaj edhe ofertat e iraniane u zbe, sepse nuk kishte më nevojë, nuk ndjej më kërcënuar në Shtetet Bashkuara. Kështu që tu mendoj që Irani vazhdon të ketë disa karta, është vërtet që Hezbollah nuk është më ajo që ka qenë, është vërtet që Hamas është e preokupuar, është vërtet që Houthis nuk po ndihen aq shumë sa mund të ndihen, por ekziston janë momente, mendoj që po momentin, për shembull në ngushticën e Hormuzit, është duke u minuar gjiri, që mos lejojë një sulm detar amfibian që mund vi nga Shtetet Bashkuara, nga Izraeli, nga deti. Pra ky është një element i dytë. Elementi sigurisht ka forca proxy që ekzistojnë në Irak, që mund t'ia bëjnë shumë të vështirë çdo lloj force që mundohet të kalojnë nëpërmjet Irakut brenda Iranit, dhe pastaj është për të parë se çfarë ndodh vetëm nëpërmjet sulmeve ajrore. Unë jam i mendimit që sulmi ajror ka të pamundur, e para marrjen e territorit dhe e dyta edhe hedhjen poshtë pushtetit. Është e pamundur, ne kemi parë këtë edhe në rastin e Serbisë, gjatë kohës që Serbia ishte duke kërcënuar jetën e shqiptarëve në Kosovë, pra duke krijuar akte masakra të shqiptarëve, por marrëdhënia shtatorit nuk ishte mjaftueshëm. Duhej kërcënimi me çizmet në terren për t'i bërë ata pastaj që të ktheheshin mbrapa. E njëjta gjë ndodhet me Iranin. Është e pamundur të bindesh Iranin që të ndryshojë politikën e saj thjesht me bombardime ajror. Sepse vjen një moment, vjen një kohë që nuk ke më shënjestra përveç se vrasjes së civilëve. Në moment që vret civil, në moment që nuk janë më shënjestra ushtarake, atëherë i bie pastaj që gjithë opinioni publik ndërkombëtar kthehet kundër teje. Prandaj, nëse ka diçka për të arritur, do të arrihet në 10 javë të ardhshme, 10 ditë të ardhshme,
dhe pastaj shikojmë se çfarë ndodh në vazhdimsi, nëse regjimi qëndron në këmbë, nëse ka një lloj themi kundërshtimi nga jashtë ose nga brenda nga forca iraniane, të mbështetura nga Agjencia e Inteligjencës Ndërkombëtare. Pra, zoti Mema, për ju ky është intervali kohor i diskutueshëm për një ndërhyrje të mundshme, e nëse kjo ndodh dhe jemi në skenarin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ngranohen dhe vendosin të jenë kraj Izraelit në një sulm të mundshëm, raketor apo qoftë për temë qëse përgatitja është e madhe, aeroplan mbajtëse, avion, e gjithë ushtria e cila është në dispozicion, por natyrisht edhe ajo që mund të jetë eliminuesja e fuqisë atomike dhe bërthamore të Iranit. Atëherë, a mund të shkojmë drejt tezës se kjo